Përshëndetje, unë jam astrologe dhe Nisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 16 tetor 2025. Jemi në ditën e Jupiterit. Me njërë pas lindjes së diellit, hëna do të kalojë në zbrez e tij dhe do të qëndrojë deri në orën 20:06. Prandaj gjatë gjithë ditës do të kemi një përqendrim shumë të ulët. Mbi të gjitha mund të jemi edhe obsesiv. Mund të bien pre edhe një krenarie pa kuptim. Gjatë kësaj dite, ndjesja e drejtësisë do të jetë vërtet shumë e lartë dhe do të duam që të luftojmë për të. Por duke qenë se nuk do dimë edhe vetë se ku do të qëndrojmë, këtë do të bëhet edhe më vështirë, bile mund të jetë edhe një nga pikat ku mund të fiksohemi dhe të humbasim kohë edhe më tepër. Cilat janë rrezitet gjatë kësaj dite? Duhet të qëndrojmë brenda një rutine, të përmbahemi atyre që tim dhe të qëndrojmë larg krisjave të panevojshme. Diskutimet gjatë kësaj dite mund të shndërrohen shumë shpejt në debate dhe në konflikte të rënda, prandaj dhe të qëndrojmë larg tyre do të ishte më e logjikshme. Gjithsesi kemi një mendje vërtet shumë pjellore, prandaj dhe do të ishte shumë e dobishme për ne që të mbajmë shënime të gjitha idetë që mund të na. Mund të kemi një ndjesje pasigurie, sepse nuk do të dimë se ku i përkasim. Për këtë arsye, në qoftë se kalojmë kohën tonë me persona me të cilën ndihemi të sigurt, apo që ndihemi si familje, do të mund të kalojmë. Me kalimin e hënës tek shenja e Virgjëreshës në orën 20:06, kryhet dhe këndet të vështira me disa nga planetet. Metodet e probleme të rëndësishme me teknologjinë dhe mjetet e komunikimit, si dhe vështirësi për të qëndruar të logjikshëm në situata të cilat kërkojnë një vetë kontroll. Për këtë arsye, në qoftë se planifikojmë një mbrëmje të qetë, do të jetë në avantazhin tonë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.